Po jo, unë kam Pra ata e krijuan atë bazën e vetë kontrollit pushtetit. Unë kam tjetër kund, fitim. Unë kam marrë dosjen time, të ndjekjes, ultimati, e ke lexuar besoj. Po, tjetër është publike. E kam bërë publike, biles tash do e botoj komplet dosjen. Siç është, komplet. Dhe ajo që domethënë më bën të merr me këtë punë është që edhe sot unë mendoj që duhet të hapen dosjet për të pas një raport me të vërtetën, se unë mendoj raporti me të vërtetën krijon vlera. Patjetër, shiko. Dhe ne si shoqëri ne nuk kemi pas kur raport me të vërtetën. Dhe unë po të them, po të vej dorën, tu betu që kryesia e parë e Partisë Demokratike ka 7 vetë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit. Pas ka pakun kishte edhe një mos ka pasur që më shumë. Kryesia shtatë. Po, duke fillu, ne kemi ndërtuar mite të rrema, pikërisht me ato që janë qenë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, që i kanë futur me qëllim, me detyrë të caktuar. Dhe janë ende sot sillen, ose i majmë ende sot si simbole. A është vonë që shoqëria mësoj të vërtetën? Po nuk është vonë kurrë.